Do ngeleni pa fjalë kur të mësoni çfarë i ndodh trupit nëse hani një misër në ditë. Misri është një nga drithrat më të gjithanshëm në mbar botën. Është një ushqim i cili mund të përdoret i gjithi. Ai mund të konsumohet në forma të ndryshme dhe të ofrojë një mbrojtje më të mirë të organizmit. Por konsumi i misrit në përditshmërinë e dietës suaj mund të shoqërohet me një sër përfitimesh të mira për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Misri mund të jetë një ushqim shumë i rëndësishëm, veçanërisht nëse ai konsumohet i freskët ose i përpunuar minimalisht. Ai është i pasur me nivele të larta të fibrave, të vitaminave, mineraleve, antioksidantëve, të cilët do të ofrojnë dhe mbështesin sistemin tretës, shëndetin e zemrës dhe fuqizojnë trupin me element ushqyes dhe furnizojnë atë me energjitë e nevojshme të cilat mund t'i merrni gjatë gjithë ditës. Nga ana tjetër, produktet shumë të përpunuara të misrit mund të përmbajnë sasi të lartë të kripës, sheqerit dhe të yndyrnave. Ndaj këshillohet më mirë konsumi i misrave të freskët si një përzgjedhje më e mirë ushqyese për të nisur ditën. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni misrin e freskët në dietën tuaj? Misri do të përmirësojë sistemin tuaj tretës. Misri është i pasur me nivele shumë të mira të elementeve ushqyes të fibrave, të cilat do të ndihmojnë në lëvizjen normale tuaj të zorëve, do të lehtësojnë kapsllëkun dhe do të mbështesin kështu edhe shëndetin tuaj të mikrobiomës së zorës. Personat me sindromen e zorës së irrituar mund të kenë nevojë të përshtasin edhe sasinë e tolerancës së tyre me produktet e duhura ushqyese. Misri do ju ndihmojë që të siguroni më shumë qëndrueshmëri dhe më shumë energji gjatë gjithë ditës. Misri përmban karbohidrate komplekse që treten ngadalë, duke i siguruar trupit të gjithë energjinë për një kohë më të gjatë duke shmangur luhatit më të mëdha të sheqerit në gjak. Misri do të mbrojë shëndetin tuaj të syve. Misri i verdhë përmban lutein dhe zeakanthin, dy antioksidantë që ndihmojnë në mbrojtjen e retinës dhe mund të ulin riskun e degradimit makular, i cili lidhet gjithashtu edhe me moshën. Misri do të mbështesë shëndetin tuaj të zemrës. Misri përmban kalium, magnez dhe acidin ferulik, të cilët ndihmojnë gjithashtu në një kontroll më të mirë të presionit të gjakut, reduktimin e inflamacionit dhe mbështetjen e shëndetit të enëve tuaja të gjakut. Misri është një përzgjedhje shumë e mirë për të përmirësuar organizmin dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Nëse doni të përfitoni më shumë nga vlerat e misrit, sigurohuni që ta keni pjesë ndërtuese të dietës suaj. Misri ka indeks mesatar. Kur konsumohet në porcione të përshtatshme dhe të kombinuar gjithashtu me proteinat e duhura, ai mund të jetë pjesë e dietave edhe për personat me diabet ose rezistencë të insulinës. Por misri mund të jetë gjithashtu edhe një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ekspertët e Healthline e cilësojnë misrin si një prej produkteve më të mira të drithit, i cili mund të ofrojë gjithashtu edhe përfitime të mira për shëndetin tuaj. Misri është në listën e ushqimeve më të shëndetshme dhe shumë i mirë për mirëqenien e njerëzve. Mustaqet e misrit janë gjithashtu tepër të rekomanduara në krahasim me misrin dhe nuk mund të hidhen kurrë. Pikërisht këto fije janë ato të cilët mund të përmirësojnë shëndetin tuaj në forma të ndryshme. Shtimi i tyre sipas këshillave të ekspertit mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e fuqishëm dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët thonë se misri është një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën dhe si i tillë nuk duhet të mungojë në dietat tuaja ditore. Misri është një burim shumë i pasur me vlera ushqyese si vitamina, minerale, fibra, të cilat janë të rëndësishme për organizmin tuaj në tërësi. Misri është i rëndësishëm për shëndetin tuaj të syve, pasi është i pasur kështu me lutein dhe zeakanthin, element këto të cilët mund të luajnë një rol të mirë parandalues kundër komplikacioneve të ndryshme dhe të lehtësojnë edhe shqetësimet e shëndetit të syve. Misri mbron shëndetin e organeve tretëse pasi është i pasur me nivele të larta të fibrave, të cilat do të ndihmojnë në lehtësimin e problemeve të kapsllëkut dhe ndihmojnë që zora juaj të jetë më e shëndetshme dhe më ushqyeshme.
Misri e pasuron trupin tuaj gjithashtu edhe me produkte të mira natyrale, të cilat do të rrisin energjinë tuaj ditore dhe do të lehtësojnë kështu edhe komplikacionet. Misri mbështet shëndetin e zemrës pasi është i pasur me antioksidantë dhe yndyrna të shëndetshme, të cilat ulin yndyrnat në gjak dhe shëndeti kardiovaskular do të përfitojë ndjeshëm. Shtimi i misrit në dietën tuaj do të ndihmojë në menaxhimin më të mirë të peshës tuaj trupore, çka do të lidhet gjithashtu me një organizëm më të fortë. Misri përmban pak yndyrë, gjë që ju bën të jeni edhe më të ngopur gjatë ditës. Ai forcon kështu sistemin imunitar sepse është i pasur me nivele shumë më të larta të vitaminave C dhe vlerave ushqyese të cilat do të arrisin organizmin në tërësi dhe do të lehtësojnë kështu edhe komplikacionet e tij. Shtimi i misrit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e çmuar që mund t'i ofroni organizmit tuaj, duke mbajtur larg edhe komplikacionet dhe duke nxitur gjithashtu një rezistencë më të mirë të shëndetit tuaj. Misri vazhdon të jetë drithi numër 1 për të mbajtur konstant nivelet e kolesterolit në trup dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Nëse doni që të mbani konstant nivelet e kolesterolit në trupin tuaj, shtimi i misrave mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Misri luan një rol të rëndësishëm në rritjen e elementeve ushqyes dhe energjisë tuaj trupore, dhe konsumi i tij brenda vakteve të rekomanduara mund të jetë përzgjedhja më e mirë e organizmit. Ai është vërtet një produkt dhe një burim i mirë i vitaminave, proteinave dhe elementeve ushqyes. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte misri si dhe ushqime të varfra në yndyrë, u arrit në rezultate mjaft të kënaqshme të përmirësonin organizmin e tyre dhe të mbanin larg komplikacionet. Ekspertët e Healthline e cilësojnë misrin si një prej përzgjedhjeve më të mira për të nxitur organizmin dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni të mirat e misrit në dietën tuaj, sigurohuni ta konsumoni atë në mënyrë natyrale. Misri është një nga burimet më të mira të energjisë, sepse përmban vitaminën B të domosdoshme për njeriu. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë gjithashtu edhe buka e misrit, e cila do të ndihmojë në reduktimin e problemeve të hipertensionit dhe do të përmirësojë ndjeshëm organizmin tuaj në tërësi. Ekspertët e cilësojnë misrin si një prej drithrave më të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve, ndaj atë mund ta përdorni sipas nevojës suaj. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse përdorni mustaqet e misrit? Mustaqet e misrit do të ndihmojnë gjithashtu edhe kundër shqetësimit që shkaktojnë gurët në veshka. Njerëzit në kohët antike kanë përdorur shpesh mustaqet e misrit për të parandaluar formimin e kristaleve brenda në veshkat tuaja, duke siguruar kështu një mirëqenie më të mirë të tyre dhe duke evituar edhe komplikacionet. Megjithatë, në momentin që ju nuk keni probleme me gurët në veshka, mustaqet e misrit nuk do të jenë kur efektive. Nëse doni të përdorni ato në të mirë të shëndetit tuaj, duhet ta bëni vetëm në mbikëqyrjen e një eksperti. Misri do të rregullojë gjithashtu edhe balancat e kolesterolit. Për këtë arsye, mund të konsumohet në dietat tuaja ditore. Kryesisht në format e tij të papërpunuara do të luajë një rol të mirë ushqyes për shëndetin dhe lehtësues për komplikacionet e tij. Ndaj përdoreni atë në përditshmërinë tuaj, gjithmonë duke u bazuar në mënyrën ushqyese të duhur. Misri përmban vitamina, minerale dhe fibra. Një filxhan me misër do të përmbajë rreth 72 kalori. Pigmenti që u jep ngjyrën e verdhë misrit dhe të ëmbël përmban lutein, vitaminën A dhe dy elementë të cilët mungojnë te misri i bardhë i ëmbël. Përpiquni të zgjidhni misrat e freskët të ëmbël në mënyrë që të jenë brenda ende në lëvore, e cila duhet të jetë me një ngjyrë të gjelbër, të ndritshme dhe të shëndritshme, pasi mund të jetë më e freskët në këtë formë. Shmangni misrin i cili nuk është pjekur si duhet, dhe nëse ka qëndruar për një kohë të gjatë në diell, është më mirë që ta shmangni atë, pasi mund të krijojë gjithashtu edhe një lëshim më të madh të sheqernave dhe mund të krijojë një problem në stomakun tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.